Këtij trajnimi 4 ditor, jemi munduar që trajtojmë disa nga temat kryesore që prekin biznesin të gjitha llojeve, siç janë pjesa e legjislacionit përgjithshëm të biznesit, është pjesa e marrëdhënieve të punës ose siç e themi shkurt kodit të punës, ku biznesi duhet njihet me problematikat që ka në raport me punëmarrësit, me procedurat e punësimit, procedurat e largimit, si dhe penalitetet që e shoqërojnë nëse nuk zbaton një pjesë të mirë të dispozitave ligjore. Pastaj jemi marrë me pjesën e legjislacionit për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, e cila ka një rëndësi për të informuar pjesëmarrësit lidhur me detyrimet që ato kanë, llojet e sigurimeve që punëmarrësi merr në bazë të legjislacionit për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Pjesa tjetër ka qenë pjesa e legjislacionit fiskal ose taksa dhe tatime, ata në një gjuhë më thjeshtë, ku personat trajnohen mbi të gjitha llojet e legjislacioneve që ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë për sa i takon taksave dhe tatimeve. Dhe pjesa e fundit është ligji i procedurave tatimore dhe një përmbledhje e të gjithë tematikave që kemi trajtuar në 3 ditët e para, gjë e cila i ndihmon pjesëmarrësit që ti risaksojnë edhe një herë dhe ti riqartësojnë edhe një herë të gjitha konceptet kryesore që lidhen me udhëheqjen e një biznesi apo krijimin e një biznesi në një format apo një format të caktuar si ata e gjykojnë dhe e vlerësojnë.